Thupi as Republik Prokurorësh, as Republik Gjyqtarësh. Rregull universal. Po. I pa debatueshëm. Çdo personi si kalon, qoftë nga policia, qoftë nga organet e riedukimit, çfarë i thon këto burgjet, po, kalon pa kushte në kafaz. Çdo. Edhe shkon vetë Fidelia thoje. Do kaloj. Jo domosdoshmërisht. Ka dhe raste që vinë në sallë. Ja po ta them se e kanë të pamundur. Nëse vinë, po themi shumë, janë shumë procese, një kafaz është, me një gjyqtar, pastaj gjyqtarët e tjerë do bëjnë ato. Një kafaz është, po ta bëjmë pa kafaz. Masat e sigurisë bëhen dhe pjesa e kafazit. Zakonisht janë masa e sigurisë. Atëhere, na dal ka një problem teknik këtu. Çështje dhome. Që jo të gjitha dhomat i kemi me kafaz, dhe kur vjen 10, 10, 7 janë me kafaz, rregull universal nuk zbatohet. Ka do të thotë, përderisa ka një përjashtim, shoqërohen nga toka. Nuk është thakme që përjashtove dhe politikanët. Nuk është thakme. Çka do të thotë, kush e vendosi që politikanin kur janë 10 ta shpjerë te kafazi, e vendosi prokurori me gjyqtarin. Okej. Ja, këtu kjo. Se po ka logjik matematike çdo gjë. Kjo është e para. E dyta, e kthyem kush e vendos sallën e gjyqit? Nuk e vendos prokurori. Ku do mbahet? Kush e vendos? Është gjykata, Administrata e gjykatës varësisht sallave të tjera. Këto po thotë Republika e Prokurorëve dhe Gjyqtarëve. Me çfarë vazhdoj? Po, vazhdoj. Sa jo me drejt thotë mund ta vendoste gjykata në një gjykat pa kështu, pa kafaz. Po kur sallat janë zëna, çfarë bën gjyqtari? Po tash i thonë po fisin laborator. Logjika por mund të jetë edhe tendencioze, nuk ka absolutisht. Për sa kohë që po jo domosdoshmërisht avokatët, ekziston praktika që ka një sallë dhe avokat lutem jo të gjithë, po. Dhe në këto 10 gjyqe 9 bëhen pa kafaz, ai që duam t'i marrin shpirtin, e shpjem te kafazi. Logjika. Kjo është. Që duam t'i marrin shpirtin. Represion. Kjo është e para, e dyta. E kthyem çdo gjë te kafazi. Kafazi është një praktik universale që mund debatohet në këtë formë zotëri. Ti në politik gjyqësore të praktikës gjyqësore, kur ke të bësh me figura politike që nuk përbën rrezikshmëri shoqërore. Pra ky është kushti. Nuk përbën rrezikshmëri. Çfarë rrezikshmëri ka Ilir Meta i cili nuk do rinte atje, po të kalon dhe këtej, ose rrezikshmëri ka Leon Velia? E ka zgjidhur gjykata me vendim atë për sa kohë ke kafazi. Se nuk shkon ke kafazi pa vendim gjykatës, me vendim gjykata e aty. Gjykata ka arsyetuar që është person me rrezikshmëri të lartë shoqërore, prandaj është kafaz. Arrest me burg. Kështu që kjo është pjesë që ka zgjidh ligji me vendim gjykate. Janë të shkruar apo jo? Ta mbaroj unë. Yes. Unë pikërisht të po them. Kjo gjykat, e cila Ilir Metën e paraqit si person me rrezikshmëri shoqërore, e futin kafaz. Ndërtonin praktik personat që janë publik, që nuk kanë rrezikshmëri shoqërore, mos e fut kafaz. Po pse e futin kafaz? Për ta ndëshkuar. Përsëri rasti i dytë i gjyqtarit. Por unë nuk do ta kthej çështjen te kafazi, se u kthye çdo gjë te kafazi. Gjithë sallat që janë thotë GKK-ja janë me kafaz. Mos i futem më tutje. Unë do ta mbyll çështjen e kafazit se kthyem çdo gjë te kafazi. Po, mbyllë se jemi edhe te tema e dytë, po pas. Çështja është që këtu është trajtimi. Kafazi është njëri 1 milion në paraburgim. Po, trajtimi në paraburgim. Trajtimi në paraburgim. Zotëri, kushtet e paraburgimit të sallave, të ambienteve, nuk i cakton politika. Nuk i cakton as prokurori, nuk i cakton as gjyqtari, i cakton ai standard që ne pretendojmë deri tani. Dhe kjo është shumë e thjeshtë. Ngritja e nivelit të këtij institucioni në nivele njerëzore, të jetesës njerëzore, është detyrim shtetëror. Po. Pse nuk bëhet? Nuk është bërë, sepse përsëri vim te psikologjia. Po mbas edhe s'ka. Në vetvete jo, ka para, për çdo gjë ka. Për të bërë burgje. Po nuk ka gjë sepse nuk do të them tjera gjëra unë, po më fal, dhomën e Shurrës. Se po ta them, në për komisariate, që në çdo komisariat të vesh shef një dhomë atij që s'ka as tavolina, s'ka rigë, as stol, por ka vetëm 2 sheme që është me ndershur, gjithçka atje shpihen njerëzit kur i marrin i shoqërojnë. Çfarë kërkon kjo? Kjo është psikologji. Ti marrin shpirtin atij që vjen këtu. Sepse vetëm duke e ndëshkuar tjetrin ne prodhojmë pushtetin ton.
Pra ne jemi në natyrë njerëzore, por të kultivuar, jashtëzakonisht fort, thot në Shqipëri, ta mbaroj, Mondi, të kultivuar shumë fort në Shqipëri. Vjen si reminiscencë nga koha e komunizmit, ku prokurori ishte që të mirë të shpirtin, ai të vriste. E treta, ka bizeduar me shumë avokatë dhe me shumë persona të cilët ndjekin procedurat, më kanë thënë, trajtimin që i kanë bërë Rion Velis nuk ka deri më sot person publik që është trajtuar. E kanë masakruar. Pse? Sepse vazhdon psikologjia e një prokurori i cili në